Unë mendoj që të 4 skuadrat që kanë qenë në short, 3 ato që do na binin, mendoj që kanë rëndësinë e tyre dhe janë skuadra me merit këtu dhe janë skuadra shumë të forta, si Dinamo, si Partizani dhe Ignatian. Jo, do më pëlqen të përplasesha me Ignatian, sepse kjo të jep edhe një mundësi për të parë edhe skuadrën, sepse jemi përplasur me Ignatian, por kemi qenë skuadër tjetër para një viti dhe jemi skuadër tjetër këtë vit. Tifozët gjatë gjithë kohës janë mësuar të dëgjojnë fjalën është ky vit i dur apo jo, po unë di të them që neve duhet i marrim ndeshjet një nga një dhe deri momenti që do shkojmë në atë ndeshje që presin të gjithë, ne duhet japim maksimumin në ndeshjet që kemi, pastaj duhet të flasim për momentin e dur apo jo. Unë mendoj që çdo lojtar i ri që del nga kampionati shqiptar është plus që mos ikë, por është ana financiare që detyron shumica e klubeve që t'i lejojnë, edhe sidomos edhe për të mirën e lojtarit, sepse dihet jashtë Shqipërisë ka edhe shumë gjëra tjera